Duke e mbyllur me reformën zgjedhore dhe me reformën territoriale administrative, fjala ime është ajo që thash në fillim. Me ata, shumë mirë. Pa ata, po aq mirë. Rëndësi ka të bëhet puna. Asnjë lloj force nuk na imponon dot ne që me vetdije të bëjmë pengun. Jo. Reforma zgjedhore ka nisur, ose jo ka nisur, në fakt ajo reforma zgjedhore ka nisur që kur unë isha akoma thjesht dhe vetëm piktor nën urat e Parisit, siç e keni dëgjuar, me thonjtë paprera, që atëherë komisionet bipartizane mblidheshin, takoheshin, po atëherë takimet i bënin tek kjo një zyrë këtu mbrapa te OSBE-ja, nuk di ç'të them. Atyre përfaqësues të OSBE-s i mungonte vetëm veladoni i Priftit, edhe çallma e Hoxhës që të pajtonin aty dynjan për të bërë. Sa herë mbarojnë zgjedhjet, gjithmonë duhet një reformë, sepse mbas zgjedhjeve ka një humbës. Humbësi është po ai. Rezultati është keq e më keq, kështu që o burrat bëjmë një reformë tjetër. Problemi është që kemi bërë një reformë ne zgjedhore, Damiani e di atë pozicionin tim, por fakti që unë ja besoj gjithmonë Damianit është që ai është në gjendje të bëjë gjëra që unë s'do t'i bëja kurrë. Kemi bërë një reformë zgjedhore unikale në botën demokratike. Unë i sfidoj të gjithë na tregojnë ku është kjo, që qeveria ndalon së marrë i frym 4 muaj para zgjedhjeve. Që të gjitha punët ndalojnë, që kontrata ndalojnë, çdo gjë ndalon, sepse duhet sigurojmë. Dhe prap nuk ju mjafton, tani e duan 9 muaj. Po prap, edhe 9 muaj po të bëhet, nuk do lindi fitoria. Megjithatë, Damian ti e di vetë, siç thoshte kryetari ynë ndjes past, bëni siç keni bërë gjithmonë. Ndërkohë që për reformën territoriale administrative, ne e kemi shumë qartë vizionin dhe kemi shumë qartë drejtimin. Më pak, jo më shumë. Dhe shpreha është less is more. Më pak është më shumë. Fjala kyçe e fundit është koordinimi. Koordinim. Dhe patjetër që kjo është detyrë e drejtuesve, por gjithë secili duhet të jetë i vetëdijshëm që diçka mund të bëjë dhe ai. Si mund ta bëjë ajo? Mund ta bëjë duke kërkuar që të përfshihet e tjerët ose të përfshihet. Duhet koordinim. Nuk mund të jemi trupa të ndara dhe nuk mund të jemi individ që nuk koordinohemi, sepse na duhet që gjithë fuqia që kemi të projektohet e gjitha jo thjesht në procesin qeverisës, po në gjithë procesin politik. Është koha që të rindizen të gjithë motorat. Dhe paralelisht, grupi parlamentar, së bashku me partinë, të angazhohemi dhe në nismën e madhe kombëtare kundër ndotjes, çka është një problem shumë i madh, dhe çka nuk ka asnjë zgjidhje tjetër përveç se vetëdijësimit të gjithëve që shishet plastike dhe qeset plastike nuk mund të hidhen rrugëve. Sepse ndodh ajo që ndodhi. Jo më larg se sa 2-3 net më parë, kam marrë nga kryetari e Bashkisë Durrësit videon live. Jo, të njëjtës pikë, që pasi u pastrua ishte duke u rimbushur atje në Shkosa. Për shkak se prurjet kanë vazhduar dhe çuditërisht, por më çon dikush një postim të një personazhi mediatik që as i përmenda emrin, as më intereson fare emri, por që thoshte
fajin e ka inceneratori i Tiranës. Do me thënë, thirrja e personazhit për popullin shqiptar, për aq sa e dëgjojnë, ishte hidhni shishet e plastike dhe hidhni qeset plastike ku të mundeni, sepse fajin e ka inceneratori i Tiranës. Se që lidhje ka inceneratori i Tiranës, që është temë tjetër. Temë tjetër dhe është ndryshe, po është edhe kjo bisedë tjetër. Me Gjirokastrën, që përjetoi përmbytje pavarësisht punës të admirueshme që ka bërë kryetari i bashkisë. E ka bërë të admirueshme sepse ai ka dhe fatin e keq që ka mbi krye një drejtuese politike që i rri me shkop fshesën në dorë. Se fshesën e ka lënë, por shkopin e ka mbajt, dhe ai ka bërë një punë shkëlqyer bashkia, u bllokua. Dhe bllokimi ishte njësoj si ajo e Shkozetit. Dhe edhe në Shkozet, dhe atje, ne i kemi të evidentuara, sepse i ndjek Ministria e Bujqësisë, se nuk është më koha kur s'pastroi asgjë në Shqipëri, dhe përmbytej gjithë Shqipëria nga një shi vere, i kemi të evidentuar që në nëndor të gjitha ato pika kanë qenë të pastruara. Por prurjet janë kaq të mëdha, sa që ato mbushen me njerë. Tani si bëhet kjo? Kjo nuk bëhet me polici, kjo nuk bëhet me inspektime, kjo nuk bëhet me gjoba, kjo bëhet me vetëdijsim. Kështu që Partia Socialiste do angazhohet e gjitha në një betejë qytetare dhe vullnetare kundër plastikës. Kundër shisheve plastike, kundër qesëve plastike. Një betejë shumë dimensionale, sepse duhet ta bëjmë. Dhe krahasimisht, dhe paralelisht me këtë, por kjo s'është temë vetëm për grupin, por në asamblen e ardhshme do të lançojmë edhe fushatën e re të antarësimeve në Partinë Socialiste. Që do të jetë një, se ne kemi bërë gjithmonë, fushata e pranverës. Sepse kur tjerët, gjithmonë historikisht ndodh kjo, kur tjerët merren me humbjen e shkuar, ne merrem me fitoren e radhës. Kemi zgjedhjet në 2027 dhe nëse gjërat do vazhdojnë kështu, dhe nëse ata do vazhdojnë të besojnë që ne do bijem nga shiu, nga bora, apo nga proceset e drejtësisë, të cilave është hapur prej nesh dhe garantohet prej nesh, ata le të jetojnë me këtë shpresë se në 2027 do habiten kur të mbeten dhe pa ato 5-6 bashki që i kanë sot. Shumë faleminderit për gjithë të ditë, faleminderit për durimin, amanet televizionin publik dhe Ministrinë e Jashtme.